Flasim më gjërësisht për zhvillimet me zotin Skerdilaj Zaimi, është drejtori informacionit këtu në MCN TV, do të ndalemi tek zhvillimet politike dhe më gjërë, është gjithë një kënaqësi që ju kam studio. Merë një koment faktikisht, shumë interesante lojrat e dyta, sepse ishte lajm shumë interesant për robotët. Çfarë po ndodh? Lojra olimpike për njerëzit, lojra olimpike për robotët, po ka përcejnë të gjitha aftësitë njerëzore njëra pas tjetrës. Ai kronikës pak para tha që sado të eci teknologjia, njeriu ngelet në qendër, kështu që besoj se jemi në një fazë të historisë njerëzimit, po dhe të botës tashmë, se s'është vetëm njeriu që po krijon histori, të një dualiteti mes njeriut që gjeneron histori dhe aktivitet dhe vendimarrje mbi planetin, jo më kohë të shquajtur dhe epoka e antropocenit, po them, dhe një entiteti të ri, të cilin nuk është strikt robotika, se robotika është më e hershme, ka nisur me kontrollin automatik dhe është përfituar më herët se sa inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale është ajo që si thua po marketohet në mënyrën më të fuqishme dhe më agresive. Unë mendoj që robotika është më afër realitetit objektiv. Është e prekshme, është e matshme dhe ne mund të shikojmë dhe aspektin funksional, në ana inxhinierike dhe... Po na e kalojnë në të gjitha, kemi edhe këto pamje, prandaj nisa desha që edhe t'i komentonim. 2000 robot të zbritur në fush që kalojnë tani... Në kuptim po na e kalojnë në të gjitha. 100 metershin e bëjnë më shpejt se Usain Bolti. Kërcimin pas larti e bëjnë më shpejt. Në fushat të tjera duket se garojnë më mirë. Pra në të gjitha parametrat duket se po përmirësohen. Shikon, në të gjitha, braksa kam lexuar, në të gjitha doktrinat filozofike të botës, vihet re që njeriu është i pakënaqur me trupin e tij. Trupi i njeriut konsiderohet i pamjaftueshëm për ëndrat, ambicjet. Po ky nuk është rasti i parë. Domethënë ky është impresionues për nga mënyra se si asemblohet një tërësi e tërë entitetesh të tilla që lëvizin, që duket sikur vinë nga ardhmja. Kali, domestikimi i kalit për shembull, është një aspekt teknologjik i inteligjencës njerëzore, i cili e çon njeriu në distanca më të largëta se sa ecja në këmbë, pra se sa kapaciteti anatomik i vet. Kështu që edhe kali ja kalon njeriut në aspektin e shpejtësisë dhe të transportit. Por shpejtësia dhe transporti sjellin me vete revolucione të vërteta. Kështu që nuk është rasti i parë. Është thjesht gërshetimi, jemi në një fazë ku shtete që janë me kapacitete shumë të mëdha dhe burime shumë të mëdha dhe bërthamore, vënë dhe kanë administrim dhe entitete të tilla të cilat në fakt mendoj që sinjalizojnë si pasojë imediate dhe më të prekshme ekonominë. E kuptoj. Ato vizionet apokaliptike unë nuk i besoj shumë, mendoj. Mendoj janë gjëra që duhet pritur ende kohë për të parë nëse do materializohen. Do ta bëjmë si bisedë faktikisht sepse besoj se ka dhe interes shtuar nga publiku, por ndërsa Amerika dhe Kina garojnë edhshëm për inteligjencë artificiale dhe robotik, ne kryeministri na tha që do bëhemi gati për zgjedhjet vendore për një takim shtatorësh ditën e sotme. Si e ndoqët? Po përgatitja për zgjedhjet vendore mendoj është normale, është edhe një praktik pune e zotit Rama që është tashmë konsoliduar dhe është për të vlerësuar në fakt në politik para përgatitja. Imagjino për shembull nëse do thoshte që ne nuk përgatitemi, s'kemë nevojë të përgatitemi se fitojmë zgjedhjet. Do ishte lajm i keq se thotë ne po përgatitemi. Sepse zgjedhjet sidoqoftë, ose dhe votimet, nëse duam t'i quajmë në mënyrë ironike, janë një proces kompleks, organizimi, mobilizimi, reflektojnë dhe ekuilibra të caktuar brenda partisë në pushtet, mendoj dhe shpresoj që gara kësaj radhe të jetë më reale edhe për faktin sepse në optikën time pushteti vendor në Shqipëri nuk ka rezultate pozitive. Në ç'kuptim nuk ka rezultate pozitive? Nuk ka rezultate pozitive. Qytetet shqiptare nuk reflektojnë në një nivel menaxhimi, pak në flasim për menaxhimin, ai sa kanë kompetencë, që të themi që kemi vajtur nga këtu, kemi vajtur këtu. Ato që quhen punë publike, janë punë publike të bëra nga qeveria qendrore. Përgjithsisht këto ndërhyrjet në infrastrukturë bëhen nga qeveria qendrore. Qytetet shqiptare nuk janë shumë të jetueshme, nuk janë as qytete që mund të jenë të afrueshme me qytetet europiane. Kuptohet përjashtime ka, punë të mira janë bërë, po qytete të cilat sot diskutojnë, më falë, se duhet ta them këtë. Sot diskutojnë në vitin 2026 që po thyen rekorde të turizmit dhe diskutojnë ujin e pishëm
Dhe jo për punimin e mbetjeve, po menaxhimin e mbetjeve urbane në qytet. Po, pikërisht. Mund të quhet që kanë sukses. Kishim kryebashkiakun e Pukës përpara pak ditësh e kishim një intervistë. Kanë në administrim mijëra hektar pyje. Dhe kanë vetëm 2 zjarr fikse, tha. Një të viteve 70 dhe një që e kemi dhurat nga suedezët, në mos gabohem. Si zgjidhen këto lloj situatash? Pra, mijëra hektar pyje në zotërim dhe ke vetëm 2 zjarr fikse. Në krahun tjetër flasim që do t'i japim më shumë autonomi, do t'i japim më shumë autonomi financiare, territoriale etj. Duhet të japi realisht ato që premton. Pastaj Me letra e ka. nuk e di e ka me letra, se me letra mund ta ketë Zvërnecin dhe Pyshporën edhe Bashkia e Vlorës, mund të ketë dhe Radhimën, mund të ketë dhe ujin e Tragjasit. Po nuk pam që t'i ketë në fakt në administrim konkret. Që të flasësh për menaxhim, të kërkosh llogari për këto çështje, sidomos për këto çështje që bëjnë pjesë ato që quhet emergjenca civile dhe fatkeqësi natyrore, duhet vendosh në balans kompetencat me burimet që ke. Dhe pastaj ti thua zotëri ose zonjë, ti ke këto, nuk e reaguar. Tjetra është, ndiqet u bë një zhurmë e madhe para 2 vitesh për zjarrvënien sepse pati probleme të shtuara. Dhe tha do kriminalizohet zjarrvënia, do bëhet ndjekje penale etj. Sot lexova që në Greqi për shembull ishin arrestuar gati 300 njerëz për zjarrvënie të qëllimshme. Kjo politikë penale kur premtohet ose artikulohet nga institucionet, duhet zbatohet në mënyrë që të frenohet sa mund të frenohet ajo që është zjarrvënia e qëllimshme. Se kishim një piroman në Mirdit që doli para pak ditësh. Piroman ka patur dhe do ketë. Si thot ai, se ka patur, Herostati se ka patur që dogji tempullin e Efesit dhe të mbërthyer një histori. Nuk zhduken piromanat. Politikat që ke ti për të përballuar fatkeqësitë natyrore dhe emergjencat civile. Me që ishim te kjo temë, ka reaguar ish drejtori i përgjithshëm i shërbimit mbrojtjes nga zjarri, kishte një postim, zoti Arben Cara, dhe thoshte janë numra të bukur, janë të fotografueshëm, por thotë si është situata faktike, cila është fotografia në terren. Mendon se me të vërtetë është një lloj operacioni PR, jemi duke luftuar zjarret në këtë zonë, këtu kemi angazhuar kaq forca? Zjarret po luftohen, në kuptimin pra sa po luftohen, se nuk është se tani mos të bëjmë një listë fare të themi që qeveria ra zjarri po na thot, hajde sot disim bashk sa bukur po merr flak pylli. Kushtet në të cilat punojnë ata që janë përgjegjës për këtë, janë për të vënë në diskutim. Dhe këtu dhe njerë e rifsjell në vëmendje. Shqipëria, në gjitha raportet, ne kemi trajtuar dhe tek edicioni ekonomisë, bën pjesë tek ato vende me risk të shtuar nga fatkeqësitë natyrore dhe klimaterike në dekadat që do të vinë. Dhe këto janë raporte që janë në dieni institucionet shqiptare, i kanë autorizuar si raporte vetë dhe i kanë miratuar. Në momentin që ke këtë raportim, këtë sinjalizim, duhet të marrësh masat dhe të hartosh politika efektive, jo politika në letër. Dhe një nga masat që merr është timi mjeteve. U bë zhurmë e madhe për shembull për kalimin e sigurimit detyrueshëm për përmbytjet në zonat të përmbytjes ose për tërmetet. Nuk u aplikua. Sepse janë masa që edhe, si thuash, nuk priten mirë në një shoqëri që nuk e ka këtë kulturë. Po kalimi me sigurim të detyrueshëm thjesht ton fondin financiar të reagimit në eventualitetin e një fatkeqësie, po nuk është një politikë e mirëfillt. Për shembull, një politikë e mirëfillt, to tani pastaj janë çështje që janë shumë të diskutueshme. Përsa nëse do të merren konsiderat fatkeqësitë natyrore dhe emergjencat si parashikohen të vinë, do të kërkonte patjetër që të rikonsiderojë politika jonë në territor. Kundër ton, sindër ton, kryeministri thotë që un kam një dokument Besa dhe një tjetër prania besnike ku un të gjitha këto lloj problematikash, me sa ka lënë të kuptohet sepse nuk i kemi parë. I trajtoj thotë këto lloj problematikash, i kam dëgjuar qytetarët dhe tani këto lloj problematikash i kam përfshirë në këto dokumente. Mendoj se nuk e ka thënë ashtu kryeministri. Ju kam dëgjuar, ka probleme, protesta. Kryeministrit, po e them në mënyrë figurative, i thyen xhamat e shtëpisë dhe i thanë dil pak jashtë se jemi dhe ne këtu. Ai tha u qengeni këtu ju, edhe bëri dokumentin. Se në fakt, po ti kishte dëgjuar, nuk do vinte deri në këtë pikë. Shiko, dokumenti Besa është publikuar në media, edhe ai është një dokument vetë suggestionues, si dokument i brendshëm, kuptohet. Ai presupozon se punët janë bërë kaq mirë në Shqipëri dhe reformat kanë ecur kaq mirë sa që zhvillimi që kanë gjeneruar këto reforma dhe qeverisja shumë e mirë e Partisë Socialiste i ka çuar njerëzit në një standard të ri kërkesash. Dhe këto kërkesa janë kaq intensive dhe kaq si thua të
kanë krijuar një sinergji të tillë që kanë nxjerrë njerëzit në rrugë. Dhe madje atje thoshte në mandatin e parë se i ka mbajtur shënim, është rikthimi i shtetit në detyrë, mandati i dytë thellimi i transformimit institucional, pastaj në mandatin e tretë erdhën frytet e reformave, dhe në mandatin e katërt kemi fuqizimin e besimit. Tani, se ka dhe një paradoks to, se kontradikt mund të them. Nëse në 3 mandatet e para ka shkuar puna kaq mirë dhe kemi dhe fryte reformash, do me thënë 2 mandate bëm të këto reforma edhe shpenzuam kaq energji dhe tani në mandatin e tretë po ja kalojmë kaq bukur, njerëzit i morën fryte reforma. Përse mund të flasësh në mandatin e katërt për fuqizimin e besimit? Tjetra është fuqizimi. Pse nuk është mandatimi me 83 vota fuqizim besimit? Qeveria ka një kontratë me qytetarët, të cilën zoti Rama e tonë sa herë duhet, të kam 88 mandate. Dhe kjo është kontrata mjafton. Ajo që e mban besimin të lidhur me këtë qeveri ose me këtë shumicë, është se ti si zbaton ti premtimet që ke ndërmarrë. Këtu buron besimin. Unë nuk shoh që të jetë efektiv si dokument dhe të flasësh me këto terma, se këto terma janë pak si kështu i takojnë institucioneve të filantropisë edhe të kishës, besimi, prania besnike, besa është, si të thuash, ajo paradigma re e marrëdhënies sonë. Jo, ka ligje, ka kushtetut. Nëse zgjedhjet janë të lira dhe të ndeshme, me standarde, nuk kemi çfarë të themi. Shoqëria në masë të madhe preferon këtë qeveri, ja ka dhënë, vlerëson që këto reforma kanë ecur mirë dhe vazhdohet. Problemi është që çështja e fitores së zgjedhjeve në Shqipëri është më komplekse se sa leximi linear i një suksesi që nuk ndërpritet. Lidhet me emigrimin, lidhet me dobësinë organike të opozitës, lidhet me përçarjen e saj, lidhet me inaktivitetin tonë si shoqëri. Çfarë ka qeveria në këtë mes? Që opozita është e dobët. Them, qeveria nuk ka asnjë faj që opozita është e dobët formalisht, por kur i bën leximin, se ky është një dokument i brendshëm. Ky nuk është dokument që është hedhur publikisht. Ky është dokument i brendshëm, do të thuhet sa të vërteta. Kur i bën leximin gjendjes që ke në vend, në dritën e një proteste masive, siç cilësohet aty, atëherë nuk mund të thuash që gjërat ne i bër kaq mirë, por njerëzit pikërisht se i bëm ne gjërat kaq mirë u shtuan kërkesa dhe tani ata janë në protestë. Nuk është ashtu. Është me më shumë gjyra realiteti, është shumë më kompleks, varet nga shumë faktorë, edhe konjunktura, pa tjetër, dhe në një vështrim të parë, empirik do të thosh, është pa tjetër që në disa kriza, ose situata kritike që ka kaluar Shqipëria, është vënë re që mungesa një opozite të besueshme ka luajtur në favor të qeverisë, e cila, të duhet ta theksoj, për rikë të vërtetës, zoti Rama ka ditur të menaxhojë situata kritike. Është një politikan. Unë kam rezerva shumë më dha për mënyrën si ka qeverisur zoti Rama, për mënyrën se si artikulon dhe i marketon të ashtu quhet autoritarit e tij, por si politikan me instinkt mbijetese, patjetër që ka dhe instinkt. Ta mbyllim me çështjen e protestës, faktikisht dita e 85 sot e ka vënë në vështirësi kryeministrin, është nga ato situatat e vështira dhe gushti është drejt fundit, protesta sipas jush është duke u përçar, është më e vogël, apo vjen më e fortë në shtator? Unë mendoj që është lajmi mirë protesta avion. Ka një frym proteste në Shqipëri. Kjo frym proteste përgjigjëstron të ashtu quajturin sukses të madh të reformave, sepse kërkesat aty kanë të bëjnë me funksionimin e shtetit të së drejtës, që ka cënuar pikërisht atë të ashtu quajtur besim që duhet të krijojë. Mendoj që ka të bëjë me modelin ekonomik që përjashton një pjesë të madhe njerëzit, ka të bëjë me si thuash me një raport të zhdrejtë mes asaj që thuhet dhe premtohet se është realizuar dhe bërë dhe asaj që ndodh në realitet, po patjetër ka të bëjë edhe me pabarazinë shumë të madhe të gjeneruar nga një ekonomi që nuk është në shumë raste legale. Shqipëria është një vend që është bërë tashmë modeli ose shembulli i një reforme të jashtëzakonshme në drejtësi. Për një situatë jashtëzakonshme kriminaliteti dhe korrupsioni, siç u cilësua nga zoti Rama dhe nga vetë shumica bashkë me opozitën që e miratuan me 140 vota. Kështu që kjo ka ndodhur mandatin e dytë, mos gaboj. Kështu që protesta është gjëja më e natyrshme, mendoj unë, që ka ndodhur Shqipërisë politike, e cila ishte kapur në një hing distopike, suksesesh imagjinare,
që nuk përkonin asgjë kundi me atë që ndodhte. Dhe shikojeni, në mendimin tim, protesta në 85 ditë, të paktën në 2 muajt e parë, gjeneroi një val pozitiviteti dhe entuziazmi edhe në një pjesë të madhe të diasporës. Me të rënë vrulli i saj, që është dhe organike, lajmet që vinë nga qeveria janë gjithmonë lajme kështu stresuese. U dha një lej aty, ja dhe kjo do bëhet, domethënë, ka një raport, domethënë, mes asaj që vendos qeveria dhe mënyrës si perceptohet, që do adresuar urgjentisht. Dhe kjo vjen jo vetëm në nivel makro, por edhe në nivel mikromenaxhimi. Protestat që shohim në përrethe janë të akumuluara. Thjesht tani si thua njerëzit kanë marrë atë, kanë vrarë indiferencën, kanë vrarë frikën, dhe lajmi i mirë është që kjo ka ngjidhur dhe një lloj aktivizimi të ri shoqëror. Publik, njerëzit dalin, flasin. Nuk mund të jetë vendi një republikë parlamentare që aspiron të hyjë në Bashkimin Evropian, që flik i 2 njerëzve që nga mëngjesi deri në darkë, ditë pas dite, vit pas viti i thon njëri tjetrit çdo gjë dhe ne duhet i raportojmë, sikur këto janë, si thuaç, ungjit e radhës që i shtojnë të vërtetës së Shqipërisë. Jo. Ka dhe njerëz tjerë që dalin atje dhe flasin me gjuhën e tyre, me mënyrën e tyre, politike është dhe ajo, gjuhë. Pastaj kjo idea që, më falë, rendin për të gjetur u përçan e su përçan, për mua mendoj që janë gjëra periferike që duhet të shmangen. Në protest, dhe kjo është një protest shumë atipike. Kjo nuk ka një, si thua, një nukël drejtimi. Nuk ka kërkesa të strukturuar. Kjo është, si thua, manifestimi një gjendje të mohuar nga politika prej vitesh. Kjo është e mira kësaj proteste. Kështu që mendoj që ajo në shtator do vazhdoj, sepse dhe zgjidhja nuk po vjen, reagimi nga politika nuk po vjen. Dhe nuk po e jep dot as opozita. Që do të jemi këtu si çdo ditë për ta transmetuar dhe për të njoftuar qytetarët sa i përket zhvillimeve, ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit ju. Zonjë dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.